Ne si qytetarë të Shkopis, nga këto zgjedhje nuk presim asnjë rezultat të ri. Për arsye sepse dihet se në gjithë Shqipërinë kandidat zgjidhen nga partitë. Partitë shohin interesat personale me ku merrun, e në që nemin ati që ka e ku merr, e në mbron interesat ati që je po kenë që kandidoj, nuk pitet shoqëria civile, nuk piten qytetarët, nuk piten asnjë drejt nuk japin për që të gjejmë një njeri që të punojë për këtë vend. Këta që të kandidojnë, dhe pasurohen, dhe krevin vilat hikin nga Tirana dhe braktisin për Shkopinë. Shqetësimi kryesor i qytetarëve të Dibrës është që këta kandidaturat të shtrohen popull. Marrin paktën 60% ankesë popullit për të kandiduar, para se të kandidojnë. Këtë kërkon Dibra, që të punojë për këtë vend. Me 1 shtator kemi zgjedhur për kryetarin e bashkisë. Çfarë prisni ju nga? Marë që kësi pata. Cilin të marë? Që kësi pata, më shukriju. Ne presim të gjejmë kandidatin sa më të mirë që i shërbejnë popullit. Nuk kemi shpresa për ndryshime. Zgjidhet më i miri, ja që është më i miri, më jafti. Pikë. Mendoni se ka gjëra për ndryshuar akoma? Ka shumë, një pak. Ne presim që të caktohet një njeri që të bëjë punën për gjithë popullin. Për ndihmën qatë ndryshesh njëse ajo. Që eftohanimi, sigush ka atë programin e vetë. Për në adresë partive politike, hapim këtë që të punojnë sigur punojnë Partia Demokratike atë periudën e parë. Të hapir kanale, të bëjë kanale vadice, të bëjë rrugë, të bëjë shkolla, qëto. Me 1 shtator janë zgjedhur për kryetarin e bashkisë. Çfarë prisin nga këto zgjedhje? Ju urojmë suksese, cila forcë ta meritojë, ajo të jetë për popullin e Dibrës. Po çfarë duhet ndryshojë në Dibër akoma? Po duhet ndryshojë punësimi, duhet ndryshojë sjellja mbi gjitha me njerëzit. Ajo duhet ndryshojë. Të ketë komunikim, edhe punësimi të jetë në plan të parë. Allah ku që ismë interesant. S'intereson fare. Ja, tak. Po çfarë mendoni ju se duhet ndryshuar në Dibër? Hiç kush s'di hiç gjë. Jeni pa interesuar? Pa interes, hiç, imi la. Kë s'ka mo. Po ndonjë këshill për partinë politike? Ja, qetësi, vazhdon. Ne shohim një sport, jemi në fillë sporti, e në atëherë na hiç pak ata se më këta u bëm u dha. Duhet ndryshuar thjesht mentaliteti i kësaj dyshimes mosmoshës. Duhet përfaqësore më shumë të rinj se sa të vjetrit. Të rinj sillin më shumë dyshim, kanë më shumë kështu energji, kanë më shumë ide, kaq. Po çfarë duhet ndryshuar në Dibër? Mendoni, a ka vend për ndryshime apo jo? Po ka sa dush vend për ndryshime. Duhet fillon nga Korabi deri Majtlurës. Më shumë turizmin duhet përfaqësojmë, jo qytete, jo. Duhet ndryshoj në Shkopin. Po, s'është se vendi jonë nuk është shumë i zhvilluar dhe për zgjedhjet presim më shumë, do me thonë, më shumë një njeri të denjë për vendin tanë, që ta ndryshoj diçka më të mirë. Cili është problemi madhor i qytetarëve të Shkopisë apo Dibrës përgjithësisht? Puna, që s'ka shumë vende. Papunësia është e lartë. Edhe rruga që lidh Tiranën. Ka probleme mjaft. Mendoj të ndryshoj për mirë. Nuk e di. Ndoshta të rinjt janë më të mirë, ndoshta më janë më aktivist. Presim në këto zgjedhje. Këto zgjedhje presim që jenë pak zgjedhje të lira, të ndeshme, që për mendimin tim pak më ndekë këta që të jenë të ndeshme. Dhe presim që të vijnë këtë bashkisë një vendali që të vetë dohet pak të për bashkim, që tjetë pak afat gjatë, dhe me thonë investimi që të bëhat, jo afat shkurt, si jenë bëhet dhe i tani. Po, çfarë, a mendoni se ka vend për ndryshime në Dibër? Normalisht, ndryshime rrënjësore në gjithë sektorët. Mendoj që zgjedhjet, ose më saktë, mendoj që zgjedhjet duhet shkojnë mirë në kontekstin e qetësisë, mos ketë probleme
me elektoratin, si me thonë. E dyta, është mirë që të dy palët të zgjedhin një njeri të duhur për Peshkopin. Sepse Peshkopisi kanë i mungoj këtë vit kryetari. Po, atëherë, a ka vend për ndryshimin Peshkopisi, mendoni ju? Po, ka në çdo kohë dhe çdo vend gjithmonë ka vend për ndryshime. Edhe në raport me kuadrin, në raport me infrastrukturën, në raport me çështjet sociale, si më thonë, me punën, me menaxhimin e fondeve, ka ndryshim. Duhet ketë, si më thonë, për ndryshim, duhet jetë diçka për ndryshim. Pra, nuk ka rëndësi cila forcë politike mund fiton, mjafton që kryetari të jetë i popullit, si më thonë, të mendoj për popullin, edhe të menaxhoj mirë financat, të menaxhoj punët publike, e gjitha, si më thonë. Rruga e Arbit që një zhgënjim, ta themi, Partia Socialiste u angazhua në 2013 që rruga e Arbit do përfundoj. Unë s'kam qenë asnjëherë, kam qenë skeptik për ta përfunduar rrugën e Arbit Partia Socialiste për 4 vjet, por të paktën mos kishte heq, pra të kishim vazhduar punimet në një farë mënyrë edhe nga fondi i qeverisë. Që mos i pra ishin një zhgënjim më saktë.